Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për fillestar. Sot do t'ju tregoj një verzion tjetër të picës që bëhet gati shumë shpejt, por është super e shijshme. Në një rënon do ta zjej mishin për 10 minuta me pak krep, përderisa ne në anën tjetër do të përgatisim mbushjen tjetër të picës. Pra qepën e kuqe fillimisht e qërojmë, por së pari do t'ja jap një këshill. Unë për vete atë pjesën e fortë në mes ja hiq gjithmonë qepës, sepse e bën më të rëndë për stomakun. Pastaj ndojmë specin kështu në pjesë që ta kemi më të lehtë t'ja largojmë bishtin dhe farat. Pastaj largojmë dhe këto pjesët e bardha anash të specit dhe e pastrojmë edhe një herë të vetme me ujë që ta kemi më të lehtë t'ja heqim farat që kanë mbetur. Specin e coptojmë në këtë formë, kurse qepën e presim në formë gjysmë unaze. Pastaj do t'na duhen edhe 4 lugë gjelle salcë barbecue. Gjithashtu do t'na duhet diku tek 300 gram salcë të kuqe për lyerjen e picës. Tani mishi është zier dhe me 2 piruna do ta ndojmë në fije të holla. Mishin e kemi gati, e përzim me salcën barbecue dhe i hedhim pak piper të kuq, krep dhe piper të zi.
Tani e marrim një tepsi me letër për pjekje, bukën do ta vendosim mbi tepsi dhe ndajmë në mes për të krijuar 2 baza pice. Pasi kemi prerë bukën në mes, fillojmë duke shtuar salcën e kuqe, por salcë të kuqe duhet të shtojmë pak më shumë se picës normal, sepse siç dihet buka është më e trashë se peta e picës normal dhe pastaj fillojmë duke i shtuar djathën dhe më pas përbërësit e tjerë. Të njëjtën gjë bëjmë edhe me pjesën tjetër të picës, pastaj e fusim në furrë në 180 gradë dhe e pjekim për 8 deri 10 minuta. Picat tani janë gati, shpresoj që t'ju pëlqej kjo recetë e shpejtë dhe e thjeshtë. Një përshëndetje nga unë dhe mirupafshim deri në videon tjetër të radhës.